Po, si që the edhe ti, tani është gjithçka në kontroll. Do me të insanu, tash jemi vetëm në përgatitjet e pastrimit, i kemi pastruar disa rrugë të qytetit, por në mbrëmje natën vonë do ta pastrojmë qendrën e qytetit për shkak të lëvizjes kemi pas mundësi edhe 1, 2, 3 rrugë, në fakt 3 rrugë tjera, 3 rrugë që janë me baltë ose me lloç. Dhe Zezegaj, a ka ndonjë përpjekje pra për sanim të dëmeve që të mos shkaktohen situatat e tilla, sepse e dim pra edhe vitin e kaluar kishte të lashe komuna e Pejës, madje pati në një rast edhe viktima. Viktima, po. Në atë pjesën aty e kemi rregullu pjesën e Aslanqeshmës Shumicën, kështu që tash kemi pas një dalje, në fakt s'ka qenë dalje, ka qenë një blokadë, një ure prej 2 rrojt pemëve të mëdha që i thojmë na që janë hudhë dhe disa gjësendo, e kanë bllokuar rrjedhën e rregull që e bën kjo pjesë e lumit, edhe ka dalë në rrugë kryesore, ramja normal që ka qenë e madhe. Edhe derisa kemi intervenu me zjarr fikse me operator me largu ato pjesë që kanë blloku rrjedhën, më veç një pjesë e madhe ujit do jashtë një u rregullu. Tash jemi të punuar edhe në disa pjesë që kemi pasur mund të them pak më problematike. Po besoj që brenda mujt veç zgjidhen edhe ato rritje të murit që kanë më qenë, edhe 1-2 ura private që e mbona duhet me lëvizë dhe me ngrit më lart sepse i kanë shu. Në fakt ata në vim me pjesën e rrugës, por duhet me bëni zgjedhje që me ngrit paktën edhe 1 gjysmë metre më lart. Dhe shkurtimisht a jeni gatshëm pra që të intervenoni sepse jemi në një sezon të rreshjeve dhe rreshja mund të ketë sërish. Na normale kemi një shtab emergjente, kemi aktiv që funksionojmë 7 ditë javës 24 orë dhe dje që intervenum në pjesë të shpejta. Jemi çdo herë të gatshëm me intervenu me operatorët tonë, me operatorët ekonomik dhe me kompaninë që kemi na me zjarfiksa dhe pastrimin, por të njëjtën kohë bëjmë thirrje edhe qytetarëve që sipas mundësive, nëse ju ata që i kanë hudhë, pa ata që i shohin disa pjesë që janë hudhësende të mëdha, të na lajmërojnë me kohë edhe të vim të largojmë me ekip ose me operator që janë në një pjesë që ndoshta mundet të na ik për momentin që pritet që çdo moment mundet më pas rreshje të shiut. Zezegaj, faleminderit shumë për kohën që gjetët lidhur sot drejt për drejt me ne. Faleminderit edhe ju për mundësinë.